Në BDI tashmë nuk mund të fshehin nervozizmin, madje edhe njerëz nga radhët e tyre publikisht pranojnë se partia funksionon si një politbiro. Thuhet në komunikatën e Blenit, duke shtuar se një rrjet i ngushtë thurr skenar ndan role dhe dëshpërimisht përpiqet të krijojë përshtypjen se gjithçka është nën kontroll. Por puna ka kohë që u ka dalë nga duart. Sipas Blenit, për rastin e grupit do të vendosin institucionet në të cilat BDI dirigje betohi. Le të ndalojnë së shtiruri dhe të tregojnë se cila nga historitë e tyre blen, sugjerojnë nga Blen. Ahmetit dukshëm nuk po i del llogaria. Nëse qëndron pas grupit merr përsipër barën politike për gjithçka që mund të dalë në sallën e gjyqit. Nëse e braktis, rrezikon të hapet kutia e zezë dhe të flas për gjithçka që ka ndodhur ndër vite në krye të BDI-s. Prandaj nervozizmi rritet. Disa kanë frikë se grupi do të flas, të tjerë llogarisin se kë mund të tërheq me vete. Të tretë tashmë shohin se kush do të fliohet për të shpëtuar kreun e partisë dhe ndërsa Ahmeti ngatrohet me historitë e veta, Bujar Osmani vazhdon të pres momentin e duhur. Apo e mat Bujari momentin kur do të nis drejt koltukut të liderit? Apo fillimisht dëshiron të shohë se çfarë mund të dalë nga kutia e zezë. Komunikata e Blenit vjen në kohën kur shtrohet pyetja nëse akt akuza kundër artan grupit mund të shkaktojë tronditje brenda BDI-s, jo vetëm për shkak të vlerësimit të koalicionit të Blen se artan grupi është kutia e zezë e BDI-s, por edhe për shkak të shqetësimit se po vlon pa kënaqësia për mënyrën se si udhëheqësia e BDI-s është sjell ndaj grupit dhe familjes së tij.